Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha që na e ka dhënë. Mirësia dhe begatia më e madhe që jemi duke shiu dhe përjetu është ymri dhe shëndeti gjatë muajit të bekum të Ramazanit, muaj i cili na garanton dhe siguron çlirimin dhe lirimin nga azabi i vrasë dhe i ashpërt i xhehenemit, ku dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na jap ymër dhe shëndet që këtij muaji të dalim në fund kështu së bashku e në fund të bëjmë për hajër Bajramin. Sot do të mundohemi që të përmendemi disa hadithe dhe ajete kuranore që kanë të bëjnë me vlerën e leximit të Kuranit, me faziletin e leximit të Kuranit. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala këtë muaj të bekum e ka zgjedh për zbritjen e Kuranit, ku thot ai: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji Ramazanit është muaji në të cilin apo gjatë të cilit është zbrit Kurani. Është zbrit Kurani. Për këtë shak, Allahu Azza wa Jall këtë muaj të bekum e ka veçuar nga muajt tjerë me zbritjen e shpalljes, me zbritjen e Kuranit. Që me na e bën me dije se ky muaj është muaji i Kuranit, muaji i fesë, muaji i përmirësimit. Dhe jo rastësisht njerëzit në përgjithësi gjatë muajit të bekum të Ramazanit bjerni dasra për çato xhamate muslimin tulën bar. Gjatë muajit të bekum të Ramazanit, muslimanët desha pas deshte janë më të lidhtë për Kur'an, deshta pas deshte janë më të lidhtë edhe për fe. Dhe kur flasim për vlerën e leximit të Kur'anit, Allahu subhanahu wa taala e përmend në surat Fatir, ajete 29 dhe 30, ku thot ai: "Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur." Thot me të vërtetë ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, aqamu s-salat, më njëherë mas e lexojnë librin e Zotit, e mësojnë librin e Allahut, e falin namazin. Do të thot ai i cili çtin ti me qenë ma fetar, ma namazdi, ma i devotshëm është leximi i Kuranit, sepse leximi i Kuranit është udhërrëfyesi i jot. Ai ta tregon rrugën e xhairit, rrugën e mirë. Dhe ai ta tregon edhe nga ana tjetër rrugën e sherrit dhe rrugën e xhehenemit. Dhe për këtë shak Allahu Azza wa Jall thot e lexojnë Kur'anin, e falin namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Thot dhe japin sadaka nga risku që na kemi bërë riskatimve. Sirran wa alaniya, e japin fshehurazi dhe her pasere dhe haptazi. Her e japim fshehurazi, her e japim fshehtazi. Komentatorët e Kuranit kanë përmend këto hikmetin, urtësinë, sepse përmendet një msheft e masandej haptas. Është nga se më vlerë ka sadakaja që më dhon fshehurazi, ma se vap është. Por se ka raste dhe momente ku dhënia e sadakas haptazi është ma se vap sa me dhon msheft. Sikur se ndonjë musliman apo ndonjë hoxh ban apel për t'i ndihmu dikujt, edhe çka ban çot njëri i pari, edhe e lën një shumë më të madhe për mu bë shembull dhe yrnek të tjerëve se u dashka me dhon, po u dashka me dhon pak më mirë, jo me dhon vetëm shkele shka. Sikur se veproi Abu Bekri radhiyallahu anhu në luftën e Bedrit. Abu Bekri në luftën e Bedrit, ai kishte dhënë shumë herë sadaka. Ama luftën e Bedrit e dha gjithë pasurinë e vet sadaka. Edhe krejt sahabët e pan. Edhe kjo ka përmendet në histori mas 1400 vjetëve, se Abu Bekri e dha këtë pasurinë e vet në luftën e Bedrit. Pse? Për me qenë yrnek dhe shembull për musliman se në raste të caktuara duhet që sadakon me dhon haptazi, për me qenë shembull që tjerë do thotë me dhon në atë formë, për çatë Omeri radhiyallahu anhu më njëherë dha gjysmën e pasurisë. Thotë këshirom nisi prej më shumë, mbaroj ajo që është më pak e më pak. E jo me nis 50 dinar e me mbaru në fund ka 1 dinar. Ja, nis me 1000 dikush, e në fund taj që është maj doptin baron me 10 dinar. Që milion rend ati me 10 që me pas edhe aj, thot karar në dhënjën e sadakas. Thot Allah Azza wa Jall, jargjune tijaratan lan tabur. Thot këta shpresojnë shpërblim, i cili është i sigurt, i cili kur s'ka mu argju, i cili është
me shpërblim të pakufizueshëm tek Allahu subhanahu wa taala. Thot në vazhdim, liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Thot Allahu azza wa jalla, liwafihim ujurahum, që Allahu tu ashtoje sevapat me leximin e Kuranit, me faljen e namazit dhe me dhënien e zakatit. Ta makshirni të parën e përmend leximin e Kuranit. Të parën e përmend leximin e Kuranit. Wa yazidahum min fadli. E Allahu thot të ashtoje të mirat e tij këtyve personave, muslimanëve të cilët lexojnë Kur'anin. Wallahu innahu ghafurun shakur. Me të vërtetë të Allahu është falës i mëkateve dhe mirënjohës. Është mirënjohës Allahu azza wa jall. I njeh dhe i pranon dhe gëzohet kur dikush bën vepra të mira. Dhe rastësisht këtë shukrin e Zotit e përmendme këtu në ajet kuranor, përmendet si pasojë e leximit të Kuranit, që është bazament e çdo vepre të mirë. Kush ta mëson ti falën e namazit? Kush ta mëson ti zakatin? Kush ta mëson ti hajratet? Kush të mëson ti bamirësinë? Kush ta mëson ti leximin? Kush ta mëson mësimin? Kush ta mëson terbien? Kush ta mëson respektin ndaj prindërve? Kurani ta mëson. Ajo është udhërrëfyesi jot i cili ta ban të dallum të mirën prej të keqës. Për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala e ka përcaktu dhe e ka definu leximin e Kuranit në dy forma. E para që e përmendëm në ajetin kuranor, është leximi i Kuranit për mësim, për ahkam, për dispozita, për rregulla dhe parime fetare, të cilat rregulla dhe parime fetare robi e ka për obligim që të zbatojnë në jetën e tij fetare të përditshme, qofshin ato në aspektin shoqëror, në aspektin fetar apo edukativ arsimor. Ka rregulla dhe parime që Kurani i ngërthen në vete, që robi musliman e ka për obligim fetar që këtë Kur'an të lexon, e këto rregulla t'i mëson. Pra, leximi i parë i Kuranit është leximi për mësim. Leximi për mësim, sepse aty është mësimi, aty është edukata, aty është shpëtimi prej të keqes në të mirë. Pra robi i cili i ka thonë vetes musliman, ai duhet ta pyet veten se musliman lëkin e vet, a e merr prej Kuranit apo e merr prej kokës vet, kryes vet, prej mendjes vet. Na islamin ton, fen ton, duhet që ta marrim nga burimi, nga kajnaki, aty ku buron feja. E atë padyshim që ajo është fjala apo libri i Allahut subhanahu wa taala, Kurani. Leximi i dytë është leximi i qira'a al-lafziyya, leximi i lafeve apo i ajeteve kuranore për devotshmëri, për takvallëk, për shërim, për mjekim, për qetësim, për rahati dhe forma të ndryshme që robi ta lexon Kur'anin her pas here thjesht për të kënaqur. Her pas here e lexon për me fitu sevape, do t'i përmend me dhe sevapet. Her pas here e lexon për t'u mjeku. Është i smund, ka ndin vetën rahatës, i dhem zemra, ka shtypje, ka sheqer. A ka provu dikush për juve që këto smuje ka herë të provojë të mjekoje me Kur'an? Të ka i pështypja ta marrësh të lexosh një faqe Kur'an. Të ta marrësh një abdes, thush bismillah, e masani vetëm kur thush a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Vetëm kjo është terapi, vallahi billahi. Mos folmi kur ti ishte lexosh ajetet kuranore. Vetëm kur thush elhamdun, diksit rahatot. Vallahi pa. Vetëm elhamdulillahi rabbil alamin, kur thosh falënderimi i takon Rabbul Alaminit. Po rahati më të madhe, qetësi më të madhe për shpirtin nuk ka më shumë se kjo. Apo ki smundja e cila është vezvese, cytje, ondrat, këshia, kujt diçka, merr dhe lexon Kur'anin, e çel Kur'anin, lexon ja dy faqe. I lexon ja dy faqe. Ama pyetja ose a din me lexuti? A din me lexuti Kur'an? Hajde jepja gjevapin vetës. Apo din as po din? Apo nëse e din, a e lexon trapatrup apo e lexon Kur'anin si ka hije? Si e ka zbrit Zoti pishtat ka qeve? Hoxhallar që mësojnë plot ka. Këtë kursit janë me pare, veç me mësu të hoxha ka me të pa pare. Elhamdulillah. Inshallah kështu vazhdo. S'ki arsye të Zotit me thonë s'kam pare. S'ki arsye të Zotit me thonë s'ka xhallar që mësojnë. S'ki arsye të Zotit me thonën s'ka kush ma mëson, se edhe Shqip i kanë bojë rifat, i kemi përkthi, edhe Shqip për ta mësu, ta kanë lecu.
S'ke arsye të Zotit me thonë lexoj diçka që se kanë marrë vesh. Ja, Kurani shtash edhe shqipta kanë përkthie. Lexon arabisht, më njëherë kanë tjetër, ka shjekje edhe shqip. A mbet arsye për mos me ditë me lexu Kur'an? S'ka arsye. Me thonë s'maj mend, kur dimi majt mend, një që shejtanllëke, edhe Kur'anin ki me majt mend. Kjo alo ma let është. Këtë punë të dunjos po din me majt mend, për Kur'an po gjon arsye me thonë, unë nuk di me majt mend. Si avlen, sepse pejgamberi s.a.s. thot, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin apo ua mëson të tjerëve. Më i miri prej jush, khairukum, më i dallumi, më i veçumi, është ai i cili mirët me fjalë të Zotit, ja mëson vetës apo ua mëson të tjerëve. A do në mu bo ma i miri të Allahu Azza wa Jall? A do në me qenë pasurës i rrugës e sunnetit, rrugës e pejgamberi s.a.s. Mësoj leximin e Kur'anit. Mësoj leximin e Kur'anit se vallahi jeta shkon si një ditë. Vjen e shkon kur ta shohësh, të ka ardhur vakti mu bë hazër për natë dunjo. Mësoj mos e prit këtë moment, sepse leximi Kur'anit është shumë i lehtë. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir." Thot Allahu Azza wa Jall, e kemi bë Kur'anin shumë të lehtë. E kemi bë Kur'anin shumë të lehtë për ta mësuar. Fa hal min muddakir, thot Allahu. A ka kush e mëson veç? Veç a ka kush don me mësu? Por ndryshe nëse ekziston dëshira për ta mësuar shumë lehtë, ti veç dush marrë më ullë kom kryq dikont, e masani shumë kollaja tjetra. Pjesa më e rëndë është ti me dasht, e jo mësimi i Kur'anit. Mos thuj s'ma kap mendja, thuj s'po du me lexu Kur'anin, s'po du me mësu Kur'anin, jo se s'ma ka pirat krija jeme, se pranon truni më, jo, Kur'anin, truni jo e pranon më le se çdo sen tjetër. Pyetja se ti apo don, se Allahu thot jone, Allahu thot Kur'anin e kemi bërë shumë të lehtë për ta mësuar. A ka kush don me mësu veç? Pyetja se ti a don me mësu ajo, se tjetra është krejt kollaj dhe lehtë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalul utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib." Thot shembulli i muslimanit i cili e lexon Kur'anin. Shembulli i këtij thot është sikurse ftoji. Ftojën e dini si pem. E trudgjë ka përmend hadith. Allah pejgamberi s.a.s. i ka përmend her paseri disa pem, disa druna, disa shembuj që me pas na ma qartë. Thot ftojë si është, thot e merr i merr e ka erën e mirë. E merr e prej në han, edhe shijen e ka thot shumë të mirë. Thot muslimani i cili lexon Kur'an, thot është sikur se ftoj. E ka edhe erën e mirë, edhe shijen e mirë. Çka do me thonë kjo? Edhe punë të mire, edhe zemrën e mire ka ke. Edhe zemrën e mire ka të mire, edhe punë ti ka të mire. Se Kur'anin e lexon ke, Kur'ani mora atë me bë tërbije. Pa tjetër është me atë me eduku. Edhe pa tjetër Kur'ani me pas ndikim ta e person. Thot, kur që do të sajtekon besimtarit, muslimanit, i cili nuk lexon Kur'an, thot shembulli i këtij është sikur se hurma. Thot e ka shijen e mirë, ama s'ka kur një farere. Hurmën me hongër, e amal sa të dush. Ama merjer, s'ka erë. Merjer, nuk ka erë hurma. Kështu i krahason pejgamberi s.a.s. lexuesin e Kur'anit, muslimanin që lexon Kur'an edhe muslimanin i cili nuk lexon Kur'an. Shtash ajeti ftoj që i ki shijen e mirë, e erën e mirë, apo e bo vetëm hurmë kemet, vetëm i ki thonë vetës musliman, e zbatu si fejë sa ma se kim sualo leximin e Kur'anit. Shtash do t'i përmend me faziletet tjera që i ka Kur'ani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm al-qiyamah." Thot lexoni Kur'anin. Lexoni Kur'anin, sepse thot me të vërtet Kur'ani në ditën e gjykimit ka me ardh, ka me u bë shefat shokëve të vet. Ka me u bë shefat, ka me ndërmjetësu të Allahu për shokët e vet. Përmendëm fjalën e Sufjanit rahmetullah alej, i cili thot se në peshorën ditën e kiametit, tamam kur robi kur ta sheh se të këqijat ju kanë ranu, do të vjen Kur'ani ka me thonë: o Zot, o krijuesi jem,
Kjo është nga miqtë e mi. Këti ja prisha gjumin e rahatlëkin e mlexoj. E thot, shtash pranon e shefatin tem. E Allahu ja pranon shefatin e këty personit qka i ranojnë pastaj veprat e mira dhe hinë xhennet. Me Kur'an, me leximin e Kur'anit. Me leximin e Kur'anit shiqoni se çfarë shpëtimi dhe çfarë mirësi në ditën e gjykimit kur robi do të jetë më së nevojshëm për ndërmjetësimin e dikut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afala yaqdu ahadukum min al-masjid fa yata'allamu aw fa yaqra'u ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairun lahum min naqatayn." Thot pse ju thot nuk shkojni në xhami? Pse thot ju nuk shkoni në për xhami? Me ul e me lexu Kur'anin. Me mësu Kur'anin apo me lexu Kur'anin. E ti lexon një apo dy ajete e ta merr sevapin e një apo dy devës. Shishoni ka krahasuar tash shpërblimin e leximit të një ajetit Kur'an me një deve. Me një deve. Sa ka sevap me dhon një deve sadaka? Sa dush në atë zaman me dhon deve, do më thonë me dhon Mercedes të këtij zamani. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me krahason devën. E thot shko lexoj një ajet kuranor e fitoj shpërblimin e sadakas së një devës. Apo thot lexoj dy ajete, fitoj shpërblimin e dy deveve. Apo thot lexoj tre deveve dhe thot kështu me radhë hiç pa fund. E para mendoj ai cili ulet dhe lexon Suratul Baqara. Suratul Baqara, që i ka dikun 50 faqe, sa ajeti ka Suratul Baqara? 286 ajete. Surja më e gatë në Kur'an, 286 ajete, që i ka 2 gjuza e gjys parafërsisht, që me një lexim mesatar i lexon për 1 orë e gjys. 1 orë e gjys. Thuj 2. Për 2 orë. 286 deve si kur mi dhonë sadaka. Shpërblimin e ki. Sa në 286 deve? Komplet një farm, komplet një shtall me dhonë sadaka. Këshin një qëfar lehtësimi, qëfar shpërblimi të madh, Allahu Azza wa Jall ka premtu për ata që lexojnë Kur'an. Këto ju nuk janë vetëm me vabo qefi njëri tjetrit. Jo, këto janë premtime të Rabbul Aleminit në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpërblime që topi si lun. Veç ti çele Kur'anin edhe lexo, kaç mbetet e jotja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'a as-safarati al-kiram al-barara, walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran." Thot ai cili lexon Kur'an, lexon thot me mjeshtri, al-mahir. Mahir arabisht i thonë ai cili është usta. Ai cili thot lexon Kur'anin me ustallëk, e lexon me tertil, me zon, me tajvid. Thot me kiraet të mirë, me zon të bukur, e din ku e çon zonin, ku e ul zonin, thot ky është me njerëzit xhenetlit më të dallum. Ma ato e ka vende. Thot kurse ai cili lexon Kur'an, wa huwa yatata'u ka në hadith. E ai lexon Kur'anin herë çellon, herë se çellon, thot falahu ajran, thot ky ka 2 sevape. Kanë thonë komentatorët e këtij hadithi, kanë thonë sevapin e parë ka pse lexon, e dytën sevap e ka pse mundohet, pse hek gjatë leximit. Shpesh xhamati s'marrin guximin me nis hatmën, se thotë hoxha e lexoj trapatrop. Ne i thëna trapatrop rrjedh prej kësaj e ta'tau. Është fjalë arabe trapatrop, veç na duhet pak me arabizu pak më shumë. Thotë se lexoj Kur'an, se lexoj shumë ka dalë dhe bëj shumë gabime. Edhe thotë lodhna, ja, bash përkundrazi pse lodhesh, pse mundohesh më shumë, Allahu shpërblen 2 fish. Njëherë shpërblen pse lexon Kur'anin, e dyta shpërblen pse mundohesh, pse hek pak më shumë se ai i cili e lexon Kur'anin rrjedh shumë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ta'ahadu al-Qur'ana fa huwa alladhi nafsu bi yadi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Rune Kur'anin. Thot se pasha Allahun në dorën e të cilit është shpirti jem, thot Kur'ani hik më shpejt se sa devja kur është e zgjidht pa kërpesh.
devën mere, zripja asaj, lene qëti ku është, mos ja lidh komën, mos ja vnat i kalën, kërpeshin që e ka, mu njerë hik, hup. Thot Kur'ani harohet ma shpejt dhe hik prej mendjes ma shpejt sa hikja e devës. Sa për njerëzve, baba i ka dal hakësh, nana i ka dal hakësh, duke qeni vogël e ka qunë me ktep, e ka mësu leximin e Kur'anit, si ti ban do vjet tani e vetëm pak, animo biznismen si të bod mos vet, mu njëre harojnë leximin e Kur'anit. Mu njëre haron leximin e Kur'anit. E len mas shpinë e Kur'anin, haron leximin e Kur'anit, edhe i hikin shpërblimet e mdhaja që Allahu i ka premtu nga lexuesit i Kur'anit. Dhe si ka mundësi një rob shpreson shpërblimin e Allahut, shpreson udhëzimin, shpreson hidajetin, shpreson rahatin dhe qetësinë pa leximin e fjalës së Allahut, pa leximin e Kur'anit, pa e ditë fjalë të Zotit, fjalë të cilët janë shpëtim dunjë e në ahiret. Gjithsesi, se nuk ka mundësi kjo mu realizu. Për këtë shak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit xhenetlive do t'ju thotë: Iqra wartaqi fa inna manzilaka fil jannati inda akhir ayatin taqra'uha. Do të thotë Allahu xhenetlive, thotë lexo Kur'an, e ngritun në xhenet. Thot vendi i fundit i joti në xhenet është ajeti i fundit që din me lexu. Lum për afazdart. Lum për afazdart, lum për ata që din me lexu Kur'an. Allah do të thonë ditën e gjykimit lexo Kur'an, çat sa më shumë ajete din me lexu, aq më shumë manalt ki me shku në xhenet. Na kemi thonë se xhenetul firdaus është xheneti më i lartë, grada më e lartë e xhenetit. Din aq sa më shumë din me lexu Kur'an, aq më nalt grada do t'i kesh në xhenet. Ai cili s'din, do në me hinë xhenet veç me kulu Allah. Ai se ngritet, sa do lexoj? Kulu Allah ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaç mbaroi historia e tij. S'ngritet më nalt. Ajo që du me thonë, se këta janë shpërblime që Allahu i ka premtu për lexuesit e Kur'anit, për ata që librin e Zotit e mbajnë në dorë dhe për kujdesën për atë që ta lexojnë natë e ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna hadha al-Qur'ana hablullahi al-matin wan-nuru al-mubin wash-shifa'u an-nafi'. Thot me të vërtetë ky Kur'an, me të vërtetë thot ky Kur'an është hablullahi al-matin, është kërpeshi i Zotit i fortë. Thot ai i cili kapet për këtë Kur'an ka shpëtu sepse është kap për litari i cili është i fortë. Është kap në rrugën e drejtë. Wan-nurul mubin, është drita e qartë, që ja bën të qartë udhëtimin e vet drejt xhenetit. Nur mubin. A keni pasë drita veç me qenë dritë është i qartë. E Allahu thot, dritë e cila është e qartë, është i qarë, e cila është e ndritshme, që ja sqaron rrugën robit, që ja bën të qartë robit në dunjë të mirën dhe të keqen, haramin dhe halalin, të lejumen dhe të ndalumen. Ky Kur'an, ky libër, që na sot e kemi para vetes me kollajlëk. 100 formate të botume, lloj-lloj ngjyra të botume, edhe për daltonistat kanë nxjerr Kur'an. Daltonistat janë sëmundje të cilët ja kanë do njerëzit si shohin do ngjyra. Do njerëzit nuk e shohin ngjyrën e zezë, do se shohin të kaltërtën, të kuqen. Kanë nxjerr Kur'an me ngjyrat që atinve ju përshtaten. Kanë nxjerr Kur'an të vogël, këshirni, kjo është formati më i vogël ndoshta. Pak më të madh se kjo, alo më të madh. Kanë nxjerr Kur'an alo më të madh, 1 metre. Që me pati, kanë nxjerr Kur'an edhe ata për ata që nuk kanë sy, me të prek me lexu. Është pika i Kur'an. Veç mos me pas arsye para Zotit me thonë, o Zot, unë s'pata mundësi me lexu Kur'anin, se nuk shifsha mirë me sit. Hajde ve, ke pas Kur'an të madh, se ki marr Kur'anin e madh. Ke pas syza, ke pas mjek, se ki marr një par syza edhe me lexu. Si kom pa ngjyrat, ke pas ngjyrat që i sheti, se shet zezën ki Kur'an me të kuqe, me të kaltërt, me gjelbërt, i ki gjitha ngjyrat në dispozicion, ti vetëm thuj se unë s'kam dash, e jo më arsyetu me arsye të kota, që nuk kanë pesh dhe nuk pranon, në dunjojnë ahiret, as në dunjojnë nuk i pranon e këta arsye. O është shifa'u nafi', thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kur'ani është ilaçi i dobishëm. Kur'ani është ilaçi i dobishëm.
Kurani është ilaç edhe për smundjet fizike edhe për smundjet shpirtërore. Edhe për smundjet që kanë të bëjnë me egjine, me sihire, me mësysha dhe kështu me radhë. S'ka ilaç më të mirë se ky Kur'an. Nuk ka ilaç më të mirë se ky Kur'an. Edhe besoni që ai i cili e ka provu e din. Ai i cili e ka provu e din. Edhe vallahi edhe për smundjet fizike, për do x smuje, sidomos për smundjet që kanë të bëjnë dhe kanë ndërlidhje të fortë, kanë ndërlidhje të fortë me qarkullimin e xhakit, që kanë ndërlidhje të fortë me nervozën e me stresin, vallahi ilaçin që këto e kanë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna shejtane yajri inda ibn Adam majra ad-dam. Thot shejtani qarkullon tek bita e Ademit mbrendi ka enët e gjakit. Sa smundje janë si pasojë të gjakit. Ki marrë infektim në gjak, të kanë hip leukocitat, ka zdrip leukocitat, të ka hip shtypja e zemrës, shtypja e gjakit, ajo këtë janë si pasojë e çytjeve dhe vezveseve të shejtanit. Kush e përzen më së miri shejtanin prej vujudit, përveç se këtij Kuranit? Vetëm me thonë t'ulish me zemër, me bindje t'ush, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje prej Allahut, prej shejtanit të mallkum, që është i bom lanet. E Allah nëse të mbrojtë o rob, a ka vend shejtanin vujudin tënd? Vallahi s'ka vend. S'ka vend, se s'dik as ka me hik. Ama na pyetja është, problemi ose Kur'anin e kemi lënë mas shpine. E kemi harru. Kur'anin ja kemi lënë veç hoxhës në xhami. Kur vjen puna Kur'an, çe hoxha është. Çe taj. Vjen puna Kur'an, çe agafaz është. Ai taj, po ky s'ka zbrit veç për mua. S'ka zbrit vetëm për hafizat. Ai ki thon vetes musliman, ti, edhe për ti, edhe për ti, edhe për ti ka zbrit. Krej du të me pas në Kur'an, në dorë, në zemrë, në gjuhë, në krye, çdo kund, kudo që t'jemi. Na jetën tonë du që ta jetojmë me Kur'an. Du që ta kalojmë me Kur'an, nëse dojmë dhe kemi dëshirë që na t'jetojmë jetë të rahatshme. Edhe me iman, Kur'ani ta shton imanin, të banë ma musliman, ma takva, po çka edhe shëndetin ta përmirëson, të banë edhe ma të shnosh, të banë edhe ma të fortë, të banë edhe karakter ma të shëndosh. 90% të smundjeve, që janë smundje psiqike dhe mentale, ilaçin e kanë me Kur'an. Vallahi, vetë jam shahid, vetë jam dëshmitar. Njerëz të cilët i ka lëshu spitali, të smund edhe në trup edhe në kry. Vallahi me një faqe Kur'an janë ndryshu. Me një faqe Kur'an, vallahi, janë ndryshu, janë bo njerëz tjerë. Mas 10 minutave se kimi njoft njerin. Një faqe Kur'an. Paramendoj me a lexu surat al-Baqara. Paramendojni, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me një shtëpi ku lexohet surat al-Baqara, në atë shtëpi s'ka vend për shejtan. S'ka vend për shejtan. Gruaja vjen thot mu ka sprap burri. Burri vjen mu ka sprap gruaja. Nona vjen thot mu ka sprap reja. E vjeri thot mu ka sprap djali. Ku mu sprapën? Këtë shejtan atë. Kur s'lexohet Kur'an, kur s'ndëgjohet Kur'an, kur s'falet namaz në atë shtëpi, çfarë hajri pritet prej asoj shtëpisë? Shtëpia e cila s'ka Kur'an dhe s'lexohet Kur'an, s'ka hajr ajo shtëpi. Ka hata ajo shtëpi. Kanë hata ajo ploç e ato cigla e ato mermere që janë të vënduar aty. Me një shtëpi ku s'lexohet Kur'an, ku s'ka Kur'an, s'ka hajr prej asoj shtëpie. Në atë shtëpi vlojnë xhinat, vlojnë shejtanat, vlojnë sherri. Edhe për këtë shkak na të këshijat vetëm i shtojmë, kur kemi probleme të tilla, le nëse nuk marrim me lexu Kur'anin, le nëse nuk marrim me pyet hoxhën, çka bëjmë? Shkojmë te sejrbaze. Mundomi zarmin me shim me zjarm. A shimet zarm me zjarm? A ka një i mençëm që thotë që shimet zarm me zjarm? S'ka mundësi mu shim. Zarmi shimet me ujë. Sheri shimet me hajr. Shejtani është sherr. E Kurani është hajr. Don me largu sherin, merre hajrin dorën tënde. Lexoje me dorën tënde Kur'an. Leçele Kur'anin dhe mësoje librin e Zotit dhe shpëtoje veten dhe familjen tënde. Sa probleme janë të muslimanët që i kanë nxjerrë mejdanet që si nxjerrin mejdan, që vallahi ilaçin ndoshta e kanë të një faqe Kur'an. E harxojnë pare, mjek, e ndoshta njerin e marrin dhe e gjujnë bardovë, se rrin ka 10 vjet.
ai ka hek për një faqe Kur'an. Ka hek për një faqe Kur'an, merr një faqe Kur'an e lexon, kur ta shoh shkret tjetër njerë. Ka ndryshu halli i tij. Allahu Akbar, ki Kur'an është mucize, është shifa, është shëndet, është ilaç, lumë për muslimanin që e ka kuptu këtë mesele dhe i praktikon dhe zbaton këto mirësi të Zotit, e mjerë për atë që ilaçin e lip në forma tjera që të cilat nuk janë të dobishme. Përmendmi si fazilet leximin e surat al-Bakara, që e përmenda, hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me një shtëpi ku lexohet surat al-Bakara, në atë shtëpi nuk hin shejtani. Mundohuni që në shtëpitë juaja ta lexoni surat al-Bakara. Vlerën tjetër e ka është, do thot, leximi i surat al-Fatiha. Është surat al-Fatiha, sura e madhe e cila e përfshin gjithë Kur'anin. Shiqoni, surat al-Fatiha i ka 7 ajete. Që këto 7 ajete shkurtimisht e kanë kuptimin e krejt Kur'anit. Për çat fol ai surat al-Fatiha për hamdin ndaj Allahut, fol për namazin, fol për dhikrin, fol për krishterët, fol për jahudit, fol për ditën e Kiametit, fol për ditën e llogarisë, fol për çdo, për udhëzimin, për njerëzit e mirë, për njerëzit e këqij. Shqeni Kur'anin përgjithësi e ka këtë mana. Surat al-Fatiha gjitha këto mana i ngërthen në vete. Merreve ndin në siklet ndonjëherë, çele, elhamin lexoj, elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Lexojve? Kur gjon nuk gjon. Teket, vallahi teket sikleti, teket problemi. Çfarë do që ki siklet? E mos shko te bolnica e budallëve për kur gjon. Merre lexoj surat al-Fatiha. Mos shkon psikolog, sa e më smund se ti është. Këtë janë smund, shumica janë smund, vet ato doktor psikolog. Ai ka të boje me një dunjo që se njeh ai vet, si ka mundsi ti me çnosh. Yes'alunaka 'anir ruh. Kul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Kështu thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. O Muhammed, thot në Kur'an, kanë me të pyet për shpirtin. Thuaj shpirti është punë e Zotit. Ku ai di ai psikologit për shpirtin? Ai se di shpirtin e vet, ti ka me ta ditë. Thot shpirti është punë e Zotit. E thot për shpirtin, shumë pak thot ju kam kallëzu. Shumë pak ju kam sqaruar. Shpirti është punë e Allahut. E Allahu shpirtin e shnosh më së miri me këtë libër. Kështu thot ai. Keni problem me shpirt, me smundje, me vezvese, me telashe, si një rahat, s'flen rahat, s'ki gjum rahat, a plot njerëzi kanë këto probleme, nuk e lipin ilaçin këto. Çka ban shkon pin diazepam, leksilium, e koj diçka unë tjetër. Allah në rujt, të e pas Kur'anin në shpe, me piti musliman, i ki thonë vetës, me piti diazepam, pse? Ato të Evropë shtres ka më gja. Qfar shtresi? Le qele Kur'anin, lezo. Që ilaçin këki? Para vetës, 5 pare, 5 bonka. Vetëm qele dhe lezoje. Fazilet tjetër, suret që dalon në Kur'an, është surja Kul huwallahu ahad. O surja Kul huwallahu ahad, apo suratul Ikhlas. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innaha ta'dilu thuluthul Kur'an. Thot Kul huwallahi e ka vlerën e sa 1/3 e Kur'anit. Ka sevap të madh me lexu këtë sure të vogël. Shirëm sevap i madh me një sure shumë të vogël. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ka thonë ulemaja, sidomos me lexu këtë sure, kur vjen shejtani dhe të bën vezvese. Kur vjen shejtani dhe të bën vezvese, thot pse këtë fet nuk janë njëjtë. Pse krishterë me pasë, pse musliman me pasë, pse jahudi, sidomos kur vjen shejtani kësi vezvese. E do njerëzi që e kanë merak, do që alo ju kanë met knishka e titës në xhep, që thënë alo, abe si të sme isti. A ki pa da? Por mu bëj mirë me shki, thot si të sme isti. Ja, ne sme isti stite. Ajo shka, unë jam musliman. Ajo është në xhenem, unë me izdin e Zotit në xhenet. Me lejnë Allahut. A i ban qufër Allahut, unë i kumë bë Allahut iman. Mustuj si të sme isti. Se kjo fjallë është fjallë e qufrit. Qëtë prej fejs. Mustuj për 5 bonka t'ja bëj shrafsha ti fejnë e vetë. Po thuj, unë jam musliman, ti jo musliman. Unë e zo besë Muhammedin s.a.s. dhe Isën a.s. Ti e ki zonë besë Isën e ki shoh Muhammedin s.a.s. Ti nuk i njëtë si une. Unë jam maj madhë se ti. Unë jam maj dashër të Zotit se ti dhe kështu me radhë. Sure tjetër që janë sure të mdhajnë Kur'an, është suret Kul a'udhu bi rabbil falak, edhe surja Kul a'udhu bi rabbin nas. Sidomos këto sure do të fazilet të madh kanë që të lexon kur fëmia nuk bëhet rahat, kur ka dikush do një mësysh,
kur ka dikush do një sihir, apo ka shkel diçka, nuk është rahat, dhe kështu me radh, këto dy sure të mëdhaja më u lexuan. Për këtë shkak, këtë sure wa min sharri naffathati fil uqad, përmenden edhe rumë o Zot nga sheri i nyjeve që i bështin, sirbas kur bëjnë sihir e marrin një penë, një kime, diçka, e lidhin një edhe pshim. E ti thua Zot, rujëm nga sheri atyve pështimave të sirbazit. Allah i malkoft sirbast. Allah i shkatroft, e i boft helaq në dunjo para ahiretit. Allah i ratoft musliman nga sihiret e sirbazve. E Allah i drejtoft dhe përmisoft musliman që kanë kësi helaq dhe kësi probleme. Shtash, kina mi përmend disa njerëz të cilët tregojnë tërbijin e vetë në Ramazan me Kur'an. Edhe shtash kam ju bu pyetje edhe juve. Përmend me Gjibril a.s. pejgamberi s.a.s. ja ka bo hat me Kur'anin çdo Ramazan një herë. Përmend. Ka ardhur Gjibril a.s. ai ka lexu, pejgamberi s.a.s. e ka përsërit Kur'anin mas Gjibrilit. Para se me vdek çat vit Gjibril a.s. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e shtini me bo hat me 2 herë. Kretë Kur'anin brenda Ramazanit. Këshimi shtash njerëzit e mirë. Zuhriu rahmetullah alej, kur hike muaj bekumi Ramazanit, e kishte zanat që me thonë, saum shehru Ramadan, shehru itamu ta'am. Thot muaj i Ramazanit është muaj i sadakas, i dhënjes së ushqimit, wa qiraat al-Quran, e kështu theke, edhe leximit të Kur'anit. Imam Maliku rahimahullah, kur vike muaj i bekumi Ramazanit, i like ketë punë tjera. E mirë ke veç Kur'anin. S'pranoj ki kur kujt me i dhën fetfa. S'pranoj ki kur kujt me ja kallzu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E mirë ke një Kur'an, u hunç ke me një qash, edhe vetëm Kur'an lexojke gjatë muajit të bekum të Ramazanit. Dhe Katade rahimahullah e kishte zanat që ta ban hat me Kur'anin në çdo 7 ditë. Krejt jetën e vet, ai Kur'anin e bëj ke hat me çdo 7 ditë, njerë njaft. Thot, kur vike Ramazani e bëj ke hat me çdo 3 ditë. Kur vishin 10 net të fundit, e bëj ke hat me Kur'anin në çdo natë. Një natë një hat me. Një natë fund e krye lexoj ke Kur'anin. A gjatë Ramazanit brenda 3 ditëve. Gjatë Ramazanit brenda 3 ditëve e bëj ke hat me Kur'anin. Dhe shumë raste tjera nga shumë njerëz devotshëm të mirë që kanë pas zanat dhe tradit që gjatë muajit të bekum të Ramazanit që brenda 3 ditëve ta bëjnë kanë një hatme. E 10 net të fundit e bëjshin hatme Kur'anin në çdo natë. Këtu i kam shumë tri, shumë xhamatli. Që me ju vetë, kush për juve ka nis hatme? Kush për juve ka nis hatme? Qajni dorën xhamat, du me ditë. As gjim sa sena. Kush për juve di me lexu Kur'an? Kryesisht ato që di kanë shumica pas kanë nis me lexu Kur'an. Kush për juve ka mrin gjimës të Kur'anit? Sajna 5 veta. A gja, ka dikush? Në gjimës, a gjismet? Kush e ka përci gjimësën? Kush e ka bo hatme? Njo, edhe ti? Kush e ka bo hatme? A gjismet? Jashave ma zbarë dhe katandi. Lusë Allahun Azza wa Jall që të na e bereqet, që mujnë e bekum të Ramazanit të shfrytëzojmë me leximin e Kur'anit, me mësimin e Kur'anit, që është parë e hajër dhe dobi për neve. Këto që i përmenda ke vetëm sa për freskim, besoj që s'mu ka prejk askush. Allahu qoftë razi për sabrin dhe durimin, walhamdulillahi rabbil alamin.